edhe ne që jemi në kontakt drejt për drejt me qytetarët, veçanti përmes qendrës për ndihmë juridike falas, TUNIKD, e shohim një farë qasje që burën drejt për drejt prej qytetarëve, mbi bazën e asaj që a funksionon institucionet kur unë kisha nevojë për të. Do të thonë një qasje e tillë e qytetarëve pikërisht këtë aspekt për me bëu një vlerësim pastaj mbi atë se si është trajtuar rasti i tyre ose si është trajtuar në përgjithësi ata vetë. Dhe thjesht në këtë frymë, ndoshta a vlerësoni ju ose sa vlerësoni se varet në përgjithësi cilësia e demokracisë nga aftësia e sistemit drejtësisë për më ofru qytetarëve qasje reale dhe efektive në drejtësi. Do të thonë, a mendoni që përmes përvojës me sistemin e drejtësisë, qytetarët e konceptojnë perceptimin e tyre për shtetin dhe për demokracinë? Absolutisht po, do të thonë, ndoshta përgjigje direkte kish pas me qenë se në fakt demokracia është sinonimi drejtës dhe kufiri se dhe kush trihet e drejta edhe individit edhe ma gjerë dhe në fakt ku ta nga pastaj me të drejtën e tjetrit dhe nëse kjo drejt has në vështirësinë në realizim. Pra në fillimisht në njoj, sepse vendimi është në princip njoj dhe pastaj është procesi dy që po ashtu përban një komponent të rëndësishme të shtetit ligjor, dhe të shohim që po, absolutisht do të thënë, besoj që në mos konsiderueshme qytetarët kanë me ndërtu një ide që realisht niveli demokratik i zhvillimit punësisht edhe i zbatimit të drejtave është në, si më thënë, me pika kritike, për shkak se kur shikojmë edhe si niveli përgjithshëm i popullsisë, do të thënë numri i madh i çështjeve tregon që një e drejtë edhe mund të jetë ndoshta jo pi drejtave kryesore, mund të jetë ta themi pak ma sekondare megjithatë e rëndësishme për individin, duhet mri deri në procedurën gjyqësore për zbatim, ndërkohë që thjesht ka kaluar një proces të tërë të mekanizma që kanë pas përgjegjësi me adresu dhe mund të marrë një shembull thjesht. Për shembull, e drejta në pagë ose në bonusit ose në përfitimet që vijnë nga marrëdhënia e punës. Dikujt mund të duket teknike, ama në fakt flet për një proces të rëndësishëm të drejtës dhe mënyrës se si ne në kuptimin nacional, pra si strukturë shtetërore, në gjithë pushtetet e trajtojmë këtë çështje. Dhe pastaj e mrin në gjykatë dhe merr ato kohën e vet, ndoshta edhe vet apo vite, dhe absolutisht si mund të shikuar nga kuptimi personal përveç se një problematikë serioze në funksionimin e demokracisë, sepse aja do të kuptonte që kjo drejt duhet realisht zbatohej pa mërë një proces gjyqësor. Unë besoj që dhe madje në ato mundësitë e mia prononcimit e kam thonë në shumë raste që një shtet demokratik që ka aspirat zhvillimit, sepse patjetër që disa të drejta do të varet nga potencialet ekonomike, sociale, edukative e tjera, të sigurisë e tjera të shtetit, duhet të aspiroj që me mbajë qytetarin në princip larg nga nevoja e shërbimit gjyqësor. Dhe ky shërbim duhet t'i ofrohet përmes strukturave tjera. Pra, dhe në këtë kontekst, nëse ne tash e morëm në mënyrë të krahasuar këtë kërkesë, këtë vëllim kërkesash, del që në përgjithësi kemi definitivisht problematika që në një farë forme cenojnë të drejtat e qytetarëve në çfarëdo natyre që mund të kemi dhe tani edhe nga perspektivë e gjyqtarit, do të thënë e vrejmë që vazhdon me qenë ndoshta në tani po referohem duke pas informata edhe nga eksperjenca e Këshillit, ajo që quhet në një farë forme e drejta klasike ose e zakonshme në shumë vende të zhvilluara evoluon. Pra, zavencohet një fond i kërkesave, për shembull nga marrëdhënia e punës me një fond të kërkesave nga shërbimet shëndetësore po marr shembull. Ndërkohë që në Kosovë për 25 vite vazhdon me qenë në konsistencë plot materia klasike që për mua tani në perspektivën e një observuesit përditshëm të praktikës përfaqëson një shqetësim. Pra nuk kemi zhvilluar me thënë drejtën në mosën që do të duhej ose që në fakt kemi aspiruar.